këtu në studio, kam kënaqësinë që sot ta kem të ftuar artistin e mirënjohur Mentor Zymbera. Mirëserdhje, shumë kënaqësi të kemi sot në studio. Mirë se gjeta, faleminderit shumë në ftesën. Si po ecin këto ditë për ju? Mirë, kryesisht në punë, përgatitje për disa udhëtime festivale ndërkombëtare, kështu që kryesisht me punë. Fati joni mirë që këtë gjendeni në Kosovë dhe patëm kohë për një bisedë. Cilat janë ato udhëtimet e radhës që po planifikoni për projektet ndërkombëtare? Javën ardhshme, do të thotë me datën 24, kemi ndjerin të prezantohemi në festivalin Labrego në Spanjë, ku përfaqësohemi në festivalin ndërkombëtar të monodramës, domethënë po jemi të selektuar me shfaqjen Arka. Domethënë është festivali quhet Other Voices, domethënë zëra tjera, po që është përkthehet në gjuhën shqipe. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe, domethënë në atë festival i cili është i rëndësishëm së vet, domethënë ka është po ashtu festival i antarësimeve në Institutin Ndërkombëtar Teatror, dhe festivali i cili ka ndikuar shumë në zhvillimin e monodramës në botë. Kështu që për ne është kënaqësi e madhe të jemi tani prezant në programin zyrtar të këtij festivali dhe me datën 26 mars, ne prezentohet Kosova pra me shfaqjen Arka në një konkurrencë të zyrtare të festivalit. Pikërisht shfaqja Arka ka bërë xhiro të mëdha tash demi disa muaj apo jo, në festivale ndryshme, çmime ndryshme. Po, Arka ka pas një sukses këtyre 2-3 viteve të fundit, presë është në skenë mirë, po sidomos edhe vitin e kaluar, domethënë 2025, ne po mendojmë që jemi me 2025-ën. Po aty kemi pas një prezantim dhe një pjesëmarrje dhe një sukses shumë të madh në Moldavi, domethënë në festivalin Moldfest, ku jemi shpallur dhe laureat të festivalit me shfaqjen Arka, pastaj ka qenë pjesëmarrja me shfaqjen Arka, po që nuk ka qenë në konkurrencë të ndarjes së çmimeve, po ka qenë selektuese. Festivali i cili është një nga festivalet që thonë kohësisht më të gjata në realizim të monodramës, kemi qenë në Island, domethënë ku ka qenë edicioni 23 me radhë, ku po ashtu Arka është selektuar të jemi pjesë që përfaqësojmë Kosovën, po edhe Islanda ka qenë për ne një prej vendeve që shumë rrallë arti ka dëpërtuar atje dhe kështu që ka qenë një sukses po ashtu i madh i Arkës. E pastaj kemi pas prezantimin është Fjala, është festival që është themeluar në Pogradec, festival po ashtu i monodramës, me të cilin kemi pas nderin që ta themelojmë, që të bashkëpunojmë, që të ndërtohet, të realizohet edhe një festival tjetër i rëndësisë së madhe që është ndërkombëtare, po që në qytetin e Pogradecit, në Shqipëri. Ndërsa kemi pas ftesën në Diyarbakir në Turqi, në festivalin e monodramës, në Gjeorgji dhe po ashtu kemi pas në Kirgjistan, ku për shkaqe teknike, domethënë janë prolonguar për këtë vit ose për vitin e ardhshëm për shkak të pamundësive tona të shkuarjes. Kështu që kemi pas një vit të ngjeshur të shfaqjes Arka, po e cila po ashtu edhe si vjet ka filluar me Spanjën, ka filluar me një shtet i njoftën që njihet në krejt botën sa për këtë zhvillimit të artit dhe të kulturës, e sidomos po ashtu që ka vlerën edhe rëndësinë e vet, pasi që Spanja po ashtu është shtet që nuk na ka njoftë dhe ne po deportojmë në ato shtete që faktikisht po dhajmë një kontribut edhe për shtetin tonë dhe përfaqësimin tonë zyrtar. Për çka paraqet pikërisht kjo monodram? Për shkak që ka pas suksese të shumta, paraqitje të shumta festivalet ndryshme? Arka ka qenë pothuajse tani pas shfaqjes Ëndrrat e Hamletit, e cila ka qenë 7-8 vite në skenë. Arka ka marrë tani atë akcentin apo theksin e prezantimeve në botë, derisa Hamleti është një kryevepër, domethënë autorit të madh ose bazuar në autorin e madh Shakespearein dhe realizuar nga një autore monodramës dhe një kritike e njoftën që është Nina Mazur. Arka është komplet në autorsi tonën, domethënë ku unë jam autori, regjisori dhe aktori. Mirë po kuptohet edhe me bashkëpunëtor, kemi asistent të regjisë Mirakun, pastaj kemi realizues të muzikës, kemi zëra të ndryshëm të aktorëve të njoftën, kemi për shembull Iqbal Qenan që kemi pjesën e zonit të Nanës, dhe bashkëpunëtor tjerë, të cilët është një numër shumë i madh, që edhe i falenderoj shumë sepse pjesëmarrja ime ka herë po ne në monodram dalim si subjektiv, pasi që
pa marrë parasysh autorsive të plota që kemi si autor, regjisor dhe aktor, po prapë në një farë forme nuk je vetëm sepse je me gjithë këta autor që je përreth me skenografi, me kostumografi, me muzikë, me gjithë këta bashkëpunëtor. Mirë po që Arka trajton si temë, trajton një temë tonë, një temë shumë të ndjeshme. Tonën ku të rinjt kryesisht e kanë lëshuar vendin për nevojat të familjes, që në këtë rast e kemi kur vllau i madh lën studimet, më thonë në vitin e fundit para diplomimit, që ta shëroj vllaun e vogël, i cili është 5-6 vjeçar dhe lëngon nga një sëmundje shumë e rëndë. Kështu që vendos të dalë jashtë dhe gjej mundësi që ta shëroj vllaun. Mirë, po dalja ti jashtë duhet të jetë në popull në të zezën, në kohën kur nuk e kemi pas dhe aplikimin këtë hyrje në Evropë, dhe faktikisht bartët në përburgje, për shkak se ai proteston, dhe më thonë, me çdo kush don me ardhur deri te shërimi i vllaut, pra nuk ka shkuar për lëmosh, ka shkuar për me shpëtu vllaun vet. Dhe nuk arrin, dhe më thonë, nuk arrin që ta shpëtoj vllaun dhe ta shëroj faktikisht vllau i vogël i vdes. Dhe kthimi i tij mas shumë viteve e gjen vetëm Arkën. Në atë Arkë e gjen komplet kujtimet e familjes vet. Ajo Arkë është ku kanë rujt gjonat më të bukura printe vet, më thonë, edhe motra edhe vllau i vogël. Mirë po motra është deportu, ka dalë jashtë, ka qenë pak kënaqur me trajtimin që ju është bërë pikërisht babait e vet, që ka qenë një dramaturg i njoftun. Nëna ka qenë ajo vetmja që e ka prit djalin deri në fund, sepse pas vdekjes së vllaut të vogël, ka vdek me njëherë babai, nuk ka mujt me duru dhimbjen për fëmijën e vet të vogël. Po ashtu vajza, kur ka pas 2 vdekje të vllaut dhe të prindit, lëshon Kosovën, shkon në Australi, dhe kthimi i tij në shtëpi dhe ballafaqimi me gjithë atë kohë që ka përjetuar dhe gjen vetëm Arkën, dhe më thonë edhe vdes edhe nona në fund, gjen vetëm Arkën ku nona ka lënë një letër faktikisht komplet atij historiku se çka ka ndodhur prej momentit kur ky e lëshon Kosovën. Pra është një mesazh shumë i thellë, shumë i ndjeshëm, është një përjetim i rëndë i familjes, një nga familjet, dhe më thonë, që ka ndodhur dhe raste të tilla kemi edhe shumë atë rënda ndoshta që ka ndodhur në Kosovë, ku motivet kanë qenë jo me lëshu Kosovën, po kanë qenë të gjejmë formë qoftë të studimeve apo të punës, çfarëdo, për marrë deri te shërimi i vllaut, që këtu është një sakrificë shumë e madhe e një triut, e një studenti cili ende s'ka diplomu, po që i ndron komplet jeta, faktikisht i merr kahje tjetër dhe kthimi i tij është vetëm me gjitha ato gjana i çpalos, duke i çpalos gjitha ato gjana në Arkën e tij, e çpalos komplet historinë e familjes së tij, dhe është një shfaqje shumë e ndjeshme, e cila interesant është për krah dhe është pranu jashtëzakonisht shumë gjitha këto vende ndryshme të popujt të ndryshëm, në gjuhë të ndryshme, është pranu edhe historia e tillë, që trajton tamam temën tonë, të shoqënisë tonë në Kosovë, mirë po edhe pranon edhe gjuhën si gjuhë të komunikimit, pasi që këtu kemi edhe tekst kogja shumë, sa është kogja shumë rrëfyes. Kështu që për këtë arsye dhe Arka ka atë sukses në për këto festivale, dhe për mu ka qenë fillim, ka qenë fillimit mas premierës, nuk e kom pas shumë se Hamleti ka tjetër trajtim, është temë që e njohin krejt bota, këtë temë nuk e kam pas fort të qartë se a do të shkoj apo do të ketë sukses edhe në skena ndërkombëtare. Mirë po që jam bind që faktikisht këto tema edhe janë në interes edhe të krejt botës, sepse dojnë me ditë jetën tonë, formën tonë të jetës. Po edhe është më rëndësi loja, koncepti, sepse shfaqe shumë e ndjeshme, gjë që ka ndodhur që artistë shikues të audiencë e huaj në kanal më kanë prit që të komunikojmë, të shohim veç me pa atë ndjeshmërinë se çush e kemi rri në lojë, në skenë, gjë që më kanë nderuar në vende të ndryshme, më kanë nderuar jashtëzakonisht. Përmendet edhe pse bashkëpunëtor të shumt për këtë shfaqje, në një kohë keni qenë autor, regjisor dhe aktor. Sa ka qenë vështirë për juve dhe sa është vështirë për juve në raste të tilla që të merreni themi me gjitha pikat një të kohë?
Ko që ja ko marrë dorën. është sepse deri më tani kjo ka qenë monodrama e 17 me radhë në jetën time që kom realizu. Të më thonë një kom qasë shumë monodramës. Dhe në momentet kur jam autor, regjisor dhe aktor, përgjithësia është shumë e madhe. Sidomos këto jam bindë në 2 shfaqet paraprake që kanë pas sukses shumë, që është Aktori i kuti dhe është Ëndra e fundit, që trajton temën e Një dëshdukuri, Dita e fundit e Një dëshdukuri, ku kam qenë autor edhe regjisor dhe aktor. Këtu është përgjithësia autoriale së pari shumë e madhe, mirë po don kohë. Kërkon studim më së pari si autor, pastaj edhe si koncept regjisorial, tek ma vonë vjen loja si aktor dhe bashkëpunëtor tjerë, arti, do më thonë muzika, skenografia, kostumet. Kështu që edhe këtu nuk pa marrë parasysh që jem autor komplet, dhe më thonë nuk mund të jem ai që i vetmi, se duhet të kem edhe udhëheci teknik, edhe ndriqust, që kom fatë shumë që kem bashkëpunëtor, skenograf, Sizeni Ballazhin, Skenderin, Fadilin, shumë autor të tjerë të cilët janë të ndriqimit, të cilët e njohin jashtëzakonisht shumë mirë, dhe ballafaqimet në botë, konkurrencat e ndryshme interesant, në vendet, në konkurrencat e tilla zyrtare, nuk ka pardon. Do më thonë, ti je në konkurrencë, do më thonë, çdo gjë shihet prej kandit shumë kritik. Dhe nëse në vërtet mungon diçka brenda projektit në tërësi, ajo vrehet dhe më njëherë kemi pas kritikat dhe nuk kemi pas atë suksesin që e synon. Kështu që në këtë aspekt, pos autorësisë, regjisë dhe aktrimit, shumë kom kujdes me bashkëpunëtorët se me kënd jam në bashkëpunim dhe sa do të mund të amërim atë qëllimin, atë synimin e konceptit. Së është më rëndësi shumë edhe ndriqimi, pos tekstit, regjisë dhe lojës që kam une, është më rëndësi edhe pjesa vizuale, dhe skenografia, kostumet, sidomos edhe ndriqimi, i cili është një akcent kogja shumë i vlefshëm në skenë. Për shkak që folim për pjesën e sakrificave dhe sfidave të një studenti që e keni trajtuar në shfaqjen tuaj, se të mesin ato sfidat kryesore të artistëve të rinë në Kosovë? Si përqendron Kosova në këtë aspekt? Unë besoj që rinia duhet të synoj të studioj dhe të punoj ato çfarë i ka në ëndrat e veta. Më thonë, sepse po ndryshon jeta shumë shpejt, kemi një kalim shumë të madh kohor, një tranzicion të jashtëzakonshëm. Unë këto e shoh për shkak se jam gjithë kohën me ta, jam me student dhe jam në studion e aktrimit, po ashtu të cilën kemi në kodin e aktit. Kemi të bëjmë edhe me fëmijë të vegjël, shumë të vegjël deri tek maturiturit, dhe gjatë gjithë kohës që jam në komunikim direkt dhe i shoh zhvillimit të tyre, ambicit të tyre, qëllimet, format se ka po lidhna kryesisht në profesionin tonë. Kështu që ne si shoqëni duhet mendoj më tepër për afirmimet e tyre, për punësimet e tyre, që më thonë mos të kalojnë, mos të kryejnë studimet dhe të mbeten pastaj askund. Mirë, po në anën tjetër, unë me këtë formën time të punës, i mësoj edhe i kaliti shumë që t'jenë vetë luftetarë të jetës së tyre, dhe më thonë edhe nëse nuk janë heq të ftuar prej mediumeve të ndryshme, prej teatrove apo produksioneve të ndryshme, ta jetojnë jetën e vetë si krijues. Unë e kam gjetë këtë qels, unë vetë punoj në monodram, unë nuk kam prit nga asnjë regjisor, nuk pres nga asnjë producent, as teatror, as filmik. Dhe më thonë, ne si shtëpi teatro-filmike kemi realizuar 8 filma deri te 6 filma të shkurtë dhe 2 të gjatë, që 33 vite, dhe afro 50 shfaqje. Dhe më thonë, ne nuk kemi prit asnjë institucion që të na ofroj diçka për punë ose konkrete, sado që ne kemi pas bashkëpunime me shumë teatro, me shumë produksione, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, me shumë suksese të mëdha. Mirë po, artisti duhet të trajnohet që artin e vet ta servoj, të jetoj spari me artin e vet dhe ta servoj. Tani kemi konkurrencë ndërkombëtare, i kyçur drejt në Evropë, nuk mundesh me improvizime, me hyrë në konkurrencat e mëdha, duhet të jesh shumë i përgatitur. Pra, më e bukur e këtij profesioni është me dasht. Është dashuria e madhe që duhet ta kesh, pastaj sakrifica e madhe se ti duhet ti përkushtohesh edhe me kohë, shumë gjëra duhet me i lanë në jetë. Kështu që nëse dyja të lidhet edhe puna e pa kompromis, synimi se
diçka do në jetën tonë me realizu dhe ku do në qëfar synimi ke, unë besoj që këtë janë komponente të cilat duhet të rritë t'i mendojnë. Më thonë, mos të kryu ca për me u kryu, se një diplom nuk të kryon si artista dhe kryus. Kryusi është i lindun me ambicjet, me konceptet e veta, dhe duhet vazhdoj hulumtimit e studimit i deri në fund të jetës. Nuk kemi ne atë artistat, sidomos aktorët, s'ka pension për neve. Do më thonë, nuk e presim pensionin si diçka që duhet më kryu ki boj 65 vjetë, po bashkë për kundrazin, do shta ty fillon edhe jeta jonë ma e bukur artistike. Kështu që në këtë anë, unë besoj që duhet të synojmë, të realizojmë atë profesion që ne e dojmë, do më thonë, të rive duhet një observu atë profesion që ai e donë, me u testu, kuptohet format të ndryshme dhe të zgjedhin, mos lidheni a ka interes material, apo s'ka, ka po shkon zhvillimi i njerëzimit. Unë s'kisha thonë ashtu, unë kisha thonë që gjithmonë dashunia ndaj diçkafës duhet të respektohet, sepse është shumë individuale. E përmendët edhe pjesën e sfidave, sakrificave të studentëve në përgjithësi, e dashuria e madhe që mund ta kemë për një fushë të caktuar, po ju si e kujtoni atë periudhën e studimeve, në krahasim për shkak që edhe sot jeni shumë afër në raport edhe me fëmijët të vegjël në studio, edhe me studentët në Fakultetin e Arteve? Unë do shta kemi pas fatin të jem gjenerata pare studentëve në Fakultetin e Arteve, në drejtimin e aktrimit. Ka qenë konkurencë jashtëzakonisht shumë e madhe në atë kohë, është prit me vite me gjenerata, në mbledh gjenerata, do të thonë kur do të hapet pega e aktrimit, dhe atë fat e kum pas. Do shta ne nuk kemi pas absolvent para nesh kur, do të thonë gjenerat për para, dhe gjithmonë ka qenë çdo gjë që kemi bë ka qenë premier, ka qenë e para nga ona jonë. Prandaj edhe përkushtimi ka qenë, besoj që ka qenë shumë i madh. Jemi sfiduar shumë, kemi qenë kohën edhe kur jemi pranuar, domethënë si gjenerate pritur. Në anën tjetër, më njëherë mas 2 viteve studimeve vetëm na kanë dëbu për institucioneve. Po kemi gjetë forma me profesor tonë të dashur të fillu prej themelusit pikrisht drejtimit të aktrimit që ka qenë profesori ju i ndier Faruk Begolli, e cili pastaj kemi vazhdu gjithë atë praktik, atë punë hulumtuese studentore, kemi bartë në Dodon, ku pastaj qendra ku mandej Dodon është bëhet vatër e zhvillimit teatror të asaj kohe. Domethënë kemi lënë gjurmë të mëdha në atë kohë, sepse u mbyllën faktikisht fillun institucionet të kenë drejtori të dhunshme, gjëra të ndryshme, kështu që ne me atë teatrin e vogël kemi funksionuar si grup i studentëve që kishim përvojë pak më shumë. I shfrytzuam edhe temat e diplomës, u bën pjesë të repertorit, shfaqjeve të ndryshme që i kishim, dhe kështu që kemi kaluar në për periudha të ndryshme kohore sikur student, domethënë atë periudhën 2 vjeçare kur kemi qenë, ku kem pas alamet profesor prej gjithë ish Jugoslavisë, dhe me njerë për viti të retë, kur jemi zvogluar, që të vend edhe arsenali profesorëve, dhe dashtë mandej gjithë shka të bëjmë vetë, të gjejmë mundësi dhe formë të ekzistencës, dhe ndoshta pikrisht edhe kjo na ka mësuar të luftojmë për jetën, të luftojmë për ato qëllimet tona, sepse në atë kohë nuk ka qenë lehtë. Për shembull, unë e shoh kur kemi punuar në një prej projekteve shumë të rëndësishme që ka qenë Shqiptari me Dunxhepa në vitin 96-97, asnjë institucion nuk na i ka hap dyert, madje teatror, për shkak se tema ka qenë e trajtuar ashtu ku lypej pushka, kërkoi pushka në atë kohë, dhe ishte problem në atë kohë, dhe me thonë si definicion, le më ti me bo shfaqe. Kështu që kemi realizuar, kemi gjetë forma ndryshme, për shembull kemi shfrytzuar amfiteatrin e medresës, Alaudin, të cilët na kanë hap, na kanë pranuar si pjesë të punës tonë artistike, na kanë gjetë, na kanë mundësuar në atë kohë që kanë qenë shumë e vështirë. Kemi ardhur të një premiere jashtëzakonshme, në tekst Ymer Shkrelit dhe të Isa Qosjes. Kemi qenë 3 aktorë, kemi bë unë Ismeti dhe Sati. Po që kemi pas një sukses të jashtëzakonshëm në atë kohë, domethënë kur ka qenë kohë shumë pa kohë, ka qenë kohë pa kohë për artin. Po ashtu kemi realizuar me njerë Vallën e Çmendur si film artistik në atë kohë që ka qenë vështirë shumë të realizohet dhe të xhirohet. Kështu që mi ballafaqu
shfaqje që kishim në repertorin e Dodonës, insistojshim gjithsesi të themi ma tepër, mos mbetemi vetëm në shfaqje studentore, themi diçka ma tepër për kohën, sepse fillun shkuarjet jashtë të rive, dëbimet, të më thonë, ishte një egzod i ngadalshëm, i pushtetit atërshëm të ishë Sërbis, gjë që ndikoj shumë në të kurjen e jetës tonë. Ne artistët tonë në gjithë kohën e komendu qysh të gjejmë, ku të gjejmë atë qelës që të qelim rrugë, të hapim rrugë dhe të gjejmë forma të reja. Kështu që ndoshta pikrisht ky synim pse ka qenë i tillë, ndoshta na ka mësuar që qysh në zona fillat tona, më thonë, fillimet tona edhe si student të aktrimit, e mandej edhe me njerë si profesor, se me njerë jam nalë pas i kom përfundu si asistent në Fakultetin e Arteve, dhe pas të si profesor. Më thonë, nuk jam largu, s'jam shkëput për asë një moment në atë vazhdën e studimeve s'pari, pas të edhe sikur profesionist i ri. Kështu që ne kemi pas shumë probleme të asaj kohë, jemi ballafaqu, jemi sfidu, kemi luftu shumë, kemi rreziku, dhe më thonë, krejt kanë qenë pjesë të cilat i kemi provu. Dhe më thonë, i kemi provu gjatë gjithë asaj kohë. Vetëm që ta mbajmë gjallë jetën artistike, ta mbajmë gjallë atë anë zhvillimin kulturor tonin, mos ta lëmë popullin në ato ndrydhjet shpirtërore që ishin në politike të një pushteti që ishte totalisht i pamëshirshëm ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Kështu që ndoshta kjo ka qenë rruga që na ka trasuat rrugën që tani e kemi vazhdu. E kom vazhdu dhe gjatë luftës e kemi vazhdu. Njëjtën kemi punu dhe gjatë luftës kemi pas premier. Edhe pse një përballë me sfidat shumëta dhe atë. Shumëta. Edhe gjatë luftës kemi punu, kemi pas premier, dhe më thonë, edhe në Macedoni, ka kemi shku. Kemi fillu me njerë në korrekt një vitit 1999, kemi jep premierën e parë, kemi qelë dyrët e teatrit kombëtar. S'ka pasur më rëndësi kush është tash i drejtor aty. Kemi qelë jetën e teatrit kombëtar, jetën e teatrove tjera, kemi fillu me shfaqje. Me njerë, 3-4 shfaqje kemi bërë gjatë një viti, më thonë, pa fondacione, pa asë një, më thonë, ishte pa kohë. Dhe më thonë, mirë, po ishte fillimi jetës tonë, më thonë, pas luftës, motivi ishte shumë i madhë, dhe nëzitja ime ka qenë, gjithmonë kam qenë ideator i punës, dhe më thonë, që të punëve të reja, të ideve të reja, dhe kemi ardhë, po ashtu, tani kër e shohim, kemi ardhë në një mesazh të kësaj shtëpia teatrore filmike që kemi punu bashk, akti, kemi ardhë në një mesazh shumë original. Pse? Nuk kemi qenë të imponum për politikave të ndryshme, as ndërkombëtare, as tonat, as klaneve, as partive, as institucioneve. Kemi punu projekte të cilat ne si krijues kemi mendu që duhet me i realizu. Pra, kemi luftu që të dëgjohet zoni ynë. Dhe ja kemi arrit qëllimit. Kështu që në këtë aspekt, kur e shosi një punë që është bëha që madhe, me veç për pas luftës e kem 300 festivale ndërkombëtare në botë, bi 100 e kusur çmime, do thonë teatr dhe në film. Faktikisht është një bagazh shumë i madh për atë kohë, sepse është një kohë tranzicionale, domethënë është një kohë që do është prapë vetë me i bo. Njëjtë sikur kohën e para luftës, si gjatë, po ashtu dhe pas. Kështu që në këto orientime tona, ndoshta gjitha këto periudat të ndryshme që jemi ballafaqu, në një farë forme na kanë mësu që të sfidohemi dhe të vazhdojmë, mos nalemi për asnjë moment. Në anën tjetër, krejt këto shfaqje filmat të realizuara deri më tani, treguat edhe më herët që gjitha kanë qenë me vetanake, apo jo, edhe në aspektin financiar dhe gjithë shka tjetër. Sa ka qenë vështirë për juve ndoshta dhe dëshpëruese ndonjëherë edhe kjo pjesa e aspektit financiar? Po ka qenë për shkak se artisti nëse varet të një honorari ti, artisti mirëfillt të i kalon. Më thonë, shumë dhe në rasteve për shembull që morën me temat, kryesisht me temat të zhdukurve, që merre mendja sot e kësaj dite, temat e pasojave të luftës, ato dhunimet që kanë ndodhur në Kosovë, plagë të rënda ose heroizmat e mëdhenj të popullit tonë dhe të luftës tonë, të cilat i kemi pasqyru edhe në filmat e shkurt, po edhe në shfaqjet tona. Jemi mundu që faktikisht ta shënojmë edhe një anë të historisë.
se është me rëndësi shumë, nuk është vetëm historiani sot që e thot historinë, e thot në formën e vetë, botimin e vetë dhe në plasimin e tij në botë. Mirë po, nga njerë edhe teatri dhe filmi, sidomos filmi, ka një fuqi të jashtëzakonshme depërtuese në botë. Na duhet të merremi me atë fakt, se në film dhe në gjitha artet e ndërlidhuna, domethënë. Mirë po, faktin historik një mundu që ta shënoj. Pra, jemi mundu që të shënohet gjithçka apo nga temat të veçanta të cilat popullin duhet me i trajtu. Pa marrë parasysh sa i kanë trajtu institucionet tona. Në këtë rast, përkrajet kanë qenë shumë të vogla, njënë marrë ndoshta edhe si të njanshme, dhe më thonë prej fondacioneve ndoshta të ndryshme, apo institucioneve të ndryshme. Dhe më thonë, nuk kem pas shumë përkraje në realizimin e këtyne veprave, po kemi pas përkraje, për shembull tashti në realizimin e festivalit ndërkombëtar të punë dramës që kemi pas që 18 vite që e kemi realizuar, që është festivali më tradicional ndërkombëtar teatror në Kosovë, që kemi bërë më herë në pavarësinë e Kosovës, domethënë. Aty kemi pas gjithmonë afër Ministrinë e Kulturës, sepse ka qenë me rëndësi mbështetja dhe bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës për shkak se ne kemi pas artist eminent që kemi thirrë në Kosovë, që janë selektu për festival tonë. Dhe ka qenë edhe për ta sfidë ardhja në Kosovë. Kush është Kosova, çka është Kosova, çfarë kulture ka, çfarë mikpritje ka, çfarë historiku ka, çfarë bukurive ka. Me gjithë aty më marr, domethënë ne kemi punuar sikur një institucion veti. Domethënë me gjithë aty më marr, çështë i servojmë, çështë ja plasojmë atë vendin tonë, për cilë kemi sakrifikuar pothuajse në çdo moment, që edhe ata që kanë ardhur ta ndjejnë mirë, bukur dhe ta shijojnë. Kështu që në këtë aspekt unë kam insistuar shumë për institucionet tona që të jenë afër me neve, sidomos edhe nga Ministria e Kulturës, edhe nga institucionet tjera, qoftë komunës të Prishtinës edhe komunave tjera. Dhe këtë mbështetje pothuajse kemi pas gjatë gjitha edicioneve. Mirë po, ne si vepra të cilat i realizojmë, pas festivalit ne kemi shumë vepra që i realizojmë si produkte. Kemi nevojë për bashkëpunime të tilla, edhe me institucione tjera, jo vetëm vendore, po edhe ato të jashtme. Kështu që në këtë aspekt pothuajse kontributi i realizimit të këtyre veprave pothuajse ka qenë përqindjen më të madhe ka qenë vetë jone. Që janë prej meje dhe bashkëpunëtorëve tjerë. Mirë po që unë kam pas që thonë synim që të realizojmë ato çka ne dojmë, kështu që ato çfarë ti don, ka dhe sakrificën e vetë, duhesh edhe vetë. Madje shumë të veprave dhe i kemi financu, me ato mundësi çfarë kemi pas, nuk kemi prit. Pra, fjalën pritja e kom largu prej fjalorit komplet, dhe edhe sot e kësaj dite nuk e pranoj atë fjalë hiç, sepse koha është e shkurt, jetës nuk i dihet, ne kemi shumë çka me thonë, për popullin tonë, për historinë tonë, për gjithë njerëzimin pothuajse. Prandaj edhe nuk ka ku as të rinj, prandaj është mesazh edhe për të rinjt. Nuk pritet bashkëpunimi. Po ato që ka donë ti si krijues, ti duhesh me thonë, ti duhet të kesh atë guximin artistik që me thonë dhe me synu rrugën. Për ndryshe mbetesh gjithmonë prapa. E artisti gjithmonë në këtë jetë është ai që i promovon idetë, ai që i thot idetë, është ai që është elitë edhe intelektuale, është edhe elitë edhe që thonë e ndjeshmërisë më thelbësore të popullit, prandaj unë respektoj kështu artin, edhe kështu kam vepru, kështu që nuk e kam fut në atë kanarin anës financiare. Kreç që kemi zhvillu prej veprës në vepër. Kështu që kemi disa bashkëpunime, që tani në Spanjë kemi udhëtimin që kemi përkrajen e udhëtimit në Spanjë nga Ministria e Punëve të Jashtme, sepse një shtet që nuk na ka njoftë, dhe është në interes të shtetit tonë edhe shumë mbështetje tjera të cilat me shumë, ndoshta vetë ajo historia jonë që kemi punuar deri tashti, e zgjon atë kërshërinë e institucioneve që të bashkëpunojnë, për shkak se ne nuk e kemi ngarku institucionet tona për asnjë moment. Mirë po nga njëherë kur nuk vlerësohesh ose anashkalohesh, s'do të thotë që ndjehemi mirë. Mirë po edhe kjo është një sfidë të cilën artisti duhet ballafaqohet dhe prapse duhet ta ketë planin e vet që të vazhdoj rrugën e tij.
Për krejt këto vite, keni kaluar kuadro të ndryshme, kolegë, studentë të ndryshëm, po si janë ndështë ata aktorët që takojnë më shumë të qoftë për një kafe edhe jashtë atyre drasave të teatrit? Unë kam miqë shumë të mirë dhe jashtë skenës, prej bashkëpunëtorëve më të mirë, dhe më thonë që e kom pas në profesion që kem bashkëpunu në gati përthuajse në cilën ide, ka qenë Zeni Ballazhi, skenograf dhe kostumograf, profesor pashtu në Fakultetin e Arteve të Universitetit Prishtinës. Dhe më thonë, përthuajse shumë në projekteve kemi bashkëpunu, qoftë në kodin e aktit, mirë po edhe ato vetanake, qoftë e mija, qoftë e ti. Mirë po kem pas edhe artistë, nuk kom pas fatë madhë, kom bashkëpunu me artistë, ku njëheri kom pas edhe miqë të mëdhej artistë të cilët kanë qenë në moshë, që është për shembull Isrev Vegulli, ka qenë Gjevat Qoraj, një mik, një artist, një doajen shumë i madhë, Silmon Lokaj, ka qenë Isa Qosja si regjisor, Krem Kryzeu, Gim Sopi. Dhe më thonë, pastaj kolegët e mi, që kanë qenë edhe si artist, po dhe si profesori Faruk, profesori Enver Petrovci, Abino Kshiqi, dhe më thonë një numër, një plejade madhe, gjithë të një kryuzve që kom punu bashkë, qoftë në filmat e tyre, qoftë në angazhimit e mija në atë kohë në teatrin kombëtar. Kështu që ka qenë një përvojë shumë e madhe të cilën unë e kam marrë prej tyre, sepse vërtet kanë qenë doajen të artit skenik, dhe kjo ka ndikuar shumë poshtë edhe në rrugtimin tim, se kam qenë shumë i ri, dhe kemi bashkëpunu, kemi punu për shembull është rasti filmi Desha të Shodjellën. Për shembull, ku ndërlidh është një skenari mrekullueshëm i Gjevat Qorajt, i cili ndërlidh me sharin e kohës së Gjon Bozukut me luftën tonë. Domethënë është një film i cili shfaq vetëm një javë ditë në vitin 2004 dhe nuk është shfaq, po besoj që do ta shfaqim të ardhmen si historia e asaj kohe. Kështu që vërtet gjitha këto bashkëpunime ndikojnë tek artistët e ri, prandaj edhe unë insistoj shumë tek artistët e ri që të kenë përvoja, që të kenë eksperjenca të ndryshme dhe të vazhdohet rruga. Është më rëndësi të vazhdohet rruga, mos të ndalet, sepse çdo arsye tjetër është e parësyeshme. Unë besoj që çdo arsye që ja qet njëri vetvetes për diçka që nuk do të më realizu, mund gjej me miliona arsye pse s'do me punu. Kështu që në këtë aspekt kam pas bashkëpunëtor, tani kam bashkëpunëtor edhe të ri, kryesisht tani jemi një prej bashkëpunëtorëve shumë të mirë jam edhe me Mirakun, i cili ka regjinë e filmit të Krym, dhe me Mrikën po ashtu, vajzën, e cila është në dizajn mode dhe ka realizuar disa skenografi, disa kostume, ide të kostumeve. Kështu që edhe ashta tek fëmijët kom diku pak a shumë që të kenë atë orientimin ka arti. Kështu që unë besoj që gjithë çka kam punu dhe çka kam dashur këtë jetë, je mundu që artin ta idealizoj, ta ketë vendin e vet, vlerën e vet arti, ashtu çfarë meriton arti, ashtu çfarë kanë vendet e civilizuar në botë, ta ketë edhe këtu, mos të bie arti në nivele që thojnë të dorës së dytë apo të dorës së tretë. E dim në vlerën e artit në botë dhe në ato vende që vërtet janë, e dim se ku është vlera e artit. Unë i besoj historisë tonë, besoj trashëgimisë tonë, mirë po i besoj edhe civilizimit tonë të hershëm, për të cilën fatkeqësisht kemi shënuar shumë pak. Domethënë besoj në atë historinë tonë si popull i vjetër, gjë që kërkojnë të ardhmë edhe nga institucionet, edhe nga bashkëpunëtorët, që edhe në filma, edhe në shfaqje të ndryshme, në projekte të ndryshme të artit, t'i rikthehemi pak historisë, t'i ringjallim ato histori tona të cilat i kemi dikon dhe i kemi lanë ende të pagjurmume. Kështu që unë besoj që në art kemi çka të punojmë shumë, duhet vetëm bashkëpunim, e sidomos duhet bashkëpunim institucioneve tona që të jenë në shërbim të krijuesve, jo krijuesi tash të jetë në shërbim të institucioneve. Domethënë, definitivisht kur institucionet tona e kuptojnë që ato janë në shërbim të popullit, të profesioneve të ndryshme, të artistëve, atëherë ka me shku gjithçka marrë. Para se dalim tek familja, për shkak që tashmë vetë janë të kyçur në këtë botën e artit, nëse mundemi së bashku me i radhit këta aktor nga 1 deri në 5, pa marrë parasysh që po besoj që cilin prej tyre i keni miq, ka një bagazh shumë të madh pas vetës, po pak a shumë ta bëjmë nga një renditje. Gresa Pallaska, Luan Jaha, Naser Rafuna, Iqbal Eçena, si dhe Dibran Tahiri.
Unë kisha shku prej moshës. Gjithmonë kisha shku tek ata që janë doajente të atë, doajente, më thonë që kanë përvojë, që kanë eksperiencë më të madhe, më thonë kisha shku gjithmonë prej Iqbalës, prej Dibranit, isha ndalë të Luani që vjen pastaj Gresa dhe Naseri. Dhe më thonë, është shumë e natyrshme kjo renditje për mu në çdo aspekt. Sado që mund të kemi, për shembull, kultivim apo realizime të mrekullueshme të moshave të reja. Mirë po, në këtë nivelin për shkallëzimit artistik, gjithmonë emrin e kanë doajen. Ata që kanë bën një bagazh të madh të punës e meritojnë atë vendin top që kanë, sepse vetjeta është e tillë. Do të thonë, me gjithë atë eksperjencat pikuri, ai ka mri shkallë deri aty, që nuk ka qenë lehtë në këtë jetën tonë artistike. Kështu që këtyre materive gjithmonë ju vjen koha. Emrin prapat kulmin e tyre. Po kthehemi tek familja, për krejt këto dekada eksperiencë, përmendet që një punë pa orar, themi, me shumë sakrifica, sa kanë qenë ndoshta mirë kuptues familja në këtë aspekt, para se të futeshin edhe vetë në këtë botë. Po, familja ka qenë jashtëzakonisht, kom pas fatin prind, ku në atë kohë kur kam qenë edhe si student, më thënë kom pas për krasë shumë mëdhej, kanë qenë dërë mësuesit e parë të asaj kohë, kanë qenë edhe ata doajen të arsimit, dhe kom pas që thojnë një mbështetje pa kompromis për tyre. Pastaj kuptohet të familjes së ngushtë, më thënë ku jem rritë së bashku në familjen e prindëve me motrat e mia, rrethin që kom pas, që kom kriju, po një kam pas angazhime artistike qysh si fëmijë, në më thonë kom pas ato sukseset e ndryshme, qoftë nga ara të recitatorëve dhe matutje. Edhe pastaj vjen krijimi i familjes time personale, ku mbështetjen kryesore kom pas Vllazën. Tu e ditë gjithë atë ambicie dhe atë punë, atë përkushtim, atë kohë që kom marrë me punë, ato udhëtime, nuk ka qenë lehtë të qëndrosh pranë një krijuesi që faktikisht kam kriju një famë të madhe ndërkombëtare, sidomos në monodram. Nuk po du me nda pri filmit, mirë po në monodram kemi mri në nivellet më të mëdha botërore, do thonë të deportohemi dhe të vlerësohemi. Nuk ka qenë lehtë as pak. Po madje nuk ka qenë lehtë të krijosh edhe një familje, po të krijosh edhe një familje shumë të shëndosh, të cilën unë ndoshta e kom dashur kështu. Së bashku kuptohet me Vllazën. Kështu që në këtë krah kom pas Vllazën shumë, e cila më ka njoft mirë, ka qenë krah meje, kuptohet kemi qenë krah një tjetrit edhe në profesionin e vet si edukatore dhe si ish studente e gjuhës dhe letërsisë, pse ka 2 fakultete. Po në anën tjetër, rritja fëmijëve ka ndodhur në çat atmosferë. Po. Më thonë, prej Mirakut kur ka fillu që ka qenë gjithmonë në festivalet bashkë me neve, apo është rritë në atë frymë. Unë nuk kam insistu të Mirakut. Po, s'ka qenë imponim, po dëshirit? Jo, ka qenë dëshirë, ka qenë edhe sportist i njoftun, si futbollist. Unë madje komendu që ka me zgjedhë dhe profesionin ndoshta të edukatës fizike, po kështu që ka qenë shumë i suksesshëm edhe në atë lajm. I mirë, po ka marrë regjinë e filmit edhe tashti, po e shoh që ka pas të drejtë, sepse me si regjisor filmit në këtë moshë ka marrë botën, sidomos me plasimin e temave tona. Gjë që për mua është një krenari e veçantë këtë aspekt, në këtë kohë kur kemi nevojë më shumëti. Dërsa Marika po ashtu është pjesë e artit, është rritë njëjtë. Do thonë është rritë që thojnë për durët artistike gjatë gjithë kohës, do më thonë se në kom punu, ka ndodhë që vetë banesën e kom pas studia, shtëpinë e kom pas studia, gjithë çka kom punu si studia skenike. Do më thonë, qoftë për teatr, qoftë për film, ka jetu me gjithë ato materialet, qoftë tekste, qoftë kamera, qoftë kaseta, qoftë çfarë do qoftë i kom pas pjesë të jetës tame. Kështu që e kanë marrë atë atmosferë dhe atë që thojnë atë aromë artistike, po ashtu Mirani, i cili ka të realizuar me 6-7 filma, prej kur ka qenë i vogël, tash e ka të përfundum turizmin dhe hotelerin, mirë, po edhe e ka qenë pjesë e zhvillimeve artistike. Kështu që sado që po them të drejtën, nuk kam ndiku se ndu që ata vetë zgjedhin, po ka ndiku jeta. Pra kjo ka qenë ajo, ndoshta nga njëherë thëmë,
mos që mi imponu shumë me atë turistin të emen punë, se që më nalë kur, dhe ndoshta mos që kjo turistin mos ka ndiku dhe në jetën e tyne, por në mendoj që nuk ju bjen keq as atyre, për shkak se arti të sjell një përsosje, të sjell një pasion, është një tjetër pasion, është një fuqi e brendshme, është një fuqi njerëzore që s'mundesh me matë me asgjë tjetër në këtë jetë. Kështu që mjafton që i thojnë me kalu në për këtë rrugtim, një përsosje në besoj që për secilin, jo veç për fëmijët e mi, po për gjithë të rinjtë, jo veç në Kosovë, po për këtë botën është që thojnë satisfaksion. Është ku me marrë me kalu në për atë rrugtim, që ta jep atë mundësi me ardhë deri te përsosja. Kështu që unë mendoj se edhe ata ndoshta do t'jenë me fat nëse e vazhdojnë, edhe pse në punëtor të mëdhenj dhe kanë ambicjet shumë të shëndosha, kanë qenë gjithmonë afër nesh si familjes, na kanë lënë anash për asnjë moment, kanë qenë shumë të përkushtuar në kërkesat tona tani që i kemi ende. Kështu që tani për tani jam i kënaqur edhe me konceptet dhe çështjet e tyre. Po sa këshilloheni edhe në aspektin profesional, edhe pse tash janë më të ri, fëmijët tuaj, po ai aspekti profesional, sa ndoshta kritikojnë, këshillojnë dhe anasjelltas? Këshillat i kemi, këshillat si prindi gjithmonë e merr veten gati si një këshilltar, kështu mirë, po kemi kundërthënie nganjëherë në realizim të projektit, për shkak se ndoshta është koha, është mosha, është gjenerata. Më thonë, kemi në shumë aspekte luftojmë ndoshta me gjetë më të mirën. Unë kam përfunduar edhe doktoratën në skenar filmi, kështu që në aty jem shumë hulumtues i madh dhe në kuadrin e ideve, kur të fillojmë me idetë, me i ekspliku, me i fol, me i diskutu, aty kemi mas shumë të bashkëpunime, po kemi edhe kundërshtime, se cili dënë të thot atë idenë e vetë. Unë këtë punë e bëj edhe me qëllim caktuar, për shkak se kjo zgjon edhe imagjinatën, zgjon fantazinë, i bën të pavarur, domethënë nuk imponohet ideja pse unë jam babai ty të jetë ashtu, njëjtë sikur të studentat, pse unë mendoj si profesorës do të thotë që ti s'ke të drejtë, do të thonë duhet jepet edhe ajo drejt, për shkak se ne nëse ndikojmë ashtu shumë, ne ndalim rritjen e idesë të tyre, jetën e tyre artistike. Kështu që duhet në një farë forme edhe me i favorizu. Mirë po, në çka është e rëndësishme për ta në këto bashkëpunimet, duhet që ta ketë atë anën vetanake artistike, për shkak se vetëm në atë formë të ri bëhen origjinale. Domethënë e zhvillojnë artin e tyne. Më rëndësi është thjesht ai që je, domethënë, të jetë arti të zhvilluar. Diskutimet le të shkojnë, ka të shkojnë, s'ka derta. Mirakum, në pamundësi me qenë sot bashkë me ne këtu në studio, pa të dëshirë një mesazh të shkurtër me ta dërgu dhe me lexu së bashku, shkak që nuk mujti me qenë pjesë sot bashkë me juve këto dhe me i ndalë gjitha ato ide që i keni së bashku. A me lexua? Po, patjetër, nëse mundeni. I dashur baba, nuk është gjithmonë e lehtë të gjej fjalë të duhura për të treguar sa shumë do të thotë prania jote në jetën time. Ti nuk je vetëm baba im, por edhe mbështetja ime më e fortë, shoku im dhe shembulli që përpiqem ta ndjek çdo ditë. Tamam ato që i folëm u përmbledhën pak a shumë edhe në këtë mesazh. Edhe unë kam një mesazh për Mirakun, është një djalë i marë, edhe më thonë, është i cili kur në jetën jo që nuk në kanë zjerë asë një ekces, po ka qenë shumë krijues, i kujdesshëm për prind, shumë i dashtun, dhe që ka është më rëndësie që mu për më pëlqen këtë anën artistike, pa cilën s'mujt pa u deklaru në drejtim, i trajton temat tona në këtë moshë që ka, sepse është delikate kjo moshë, njerëzit merren kryesisht me temat të cilat nganjëherë favorizohen prej fondacioneve të ndryshme që është më rëndësishëm. Njerëzit duhen me bëj jetën e vet. Mirë po që e ka atë konstruktivitetin e vet dhe konceptin e vet si krijues, se e din që kam populli jon dhe kultura dhe arti jonë në këtë moment jemi të mangët në projekte dhe në realizime.
ne na vjen shumë punë për me kriju një balans për nevojat që ka populli me konsumu. Kështu që po flas për vlerat artistike. Po këtu s'po du me janë shkalu ato që janë historike. Pra këtu e kam atë pikën e dopt, atë themrën e akilit nëse guxoj me i thonë, sepse këtu kemi nevojë mas shumë të investojmë. Kështu që edhe në këtë rast kam krahë të djathtë në zhvillimin e këtyre ideve, sepse unë në asnjë moment nuk kam menduar vetëm për veten time, kam menduar për shoqërinë, kam menduar për popullin, kam menduar për gjithë njerëzimin. Kështu që kam një idealizëm të cilën nuk ma merr mendja nëse jetoj edhe ku me ditë sa vjet që do të më hiqet, do shta asnjë pikë vetme. E në këtë krah, në këtë rrugtim është probleme pas shokë dhe bashkëpunëtor të denjë deri në fund. Se jem sprovu deri më tani. Jem sprovu në gjitha format e mundshme. Kështu që miraku është në këtë rrugtim. E kemi në këtë rrugtimin tonë dhe i dëshiroj shumë suksese. Faleminderit për ti. Ndërrum po ju falenderoj shumë që ishi sot pjesë e emisionit fundjavë dhe për gjithçka që ndat me ne. Edhe shumë suksese të më të tjeshme. Ju presim prapë për shkak që kemi çka flasë mende. Faleminderit shumë, faleminderit në gjithmonë ftesat që na i bani edhe gjithmonë jeni të përkushtuar me ato që ka po ndodhur me neve si artist. Faleminderit.